Veçoritë e të devotshmëve. Për të treguar veçoritë e të devotshmëve, do t'i përmbahemi komentimit të ajeteve 133 dhe 134 të surës Al Imran, sipas komentimit të përsosur të Kuranit. Allahu i madhëruar thot: "Nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e toka dhe që është përgatitur për të devotshmit, të cilët japin lëmosh edhe kur janë në mirëqenie, edhe kur janë në vështirësi, e mposhtin zemërimin dhe u afalin fajet njerëzve. Allahu i do bamirësit." Ajeti shpjegon se xheneti është përgatitur për të devotshmit, kurse ajeti në vazhdim përmend 5 cilësi të devotshmëve, që janë prej cilësive të tyre të larta humane e njerëzore. Ato cilësi janë: ata japin prej pasurisë së tyre në çfarëdo lloj gjendje qofshin, në vështirësi apo në lehtësi, fshehurazi dhe haptazi, të cilët japin lëmosh edhe kur janë në mirëqenie, edhe kur janë në vështirësi, e mposhtin zemërimin dhe u afalin fajet njerëzve. Ata me këtë veprim përforcojnë dhe mshurinë ndaj të tjerëve dhe dashuria për të mirën dhe mirësia shtohet në shpirtin e tyre. Për këtë, ata e kryejnë këtë vepër në çdo situatë qofshin. Nuk ka dyshim se dhënia vetëm në mirëqenie tregon se cilësitë humane nuk janë të plota në thellësi të shpirtit. Ato cilësi janë të plota në shpirtin e njeriut kur ai e kryen dhënien në çdo situatë arrethan. Ajo që tërheq vëmendjen është se cilësia e parë e të devotshmëve që përmendet në këtë ajet është dhënia, mos interesimi për pasurinë dhe shpenzimi i saj haptazi dhe fshehurazi për hir të Allahut të madhëruar janë prej cilësive të larta të devotshmëve. Vërtet, të devotshmit janë të aftë ta mposhtin zemërimin e tyre. Allahu i lartësuar thot: "E mposhtin zemërimin." Zemërimi dhe irritimi janë prej rasteve më të rrezikshme për njeriu, sikur të mos kontrollohen, shndrohen në një lloj çmendurie ku njeriu nuk arrin dot të kontrollojë nervat, reagimet dhe veprimet e tij. Për këtë, shumica e krimeve dhe e gabimeve që bën njeriu në jetën e tij bëhen kur ai është në këtë gjendje. Prandaj ky ajet e konsideron mposhtjen e zemërimit cilësi të dytë e të lartë të devotshmëve. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Kush e mposhtë zemërimin dhe ai është në gjendje ta shfryjë atë, Allahu ia mbush zemrën me siguri, qetësi dhe besim." Nga ky hadith kuptojmë se mposhtja e zemërimit ndikon më shumë në përsosmërinë shpirtërore të njeriut dhe në forcimin e besimit të tij. Me të vërtetë, të devotshmit i falin ata që u bëjnë pa drejtësi. Për këtë, Allahu i lartësuar urdhëron e thot: "Dhe u afalin fajet njerëzve." Sigurisht, mposhtja e zemërimit është një çështje shumë e pëlqyeshme, por nuk është e mjaftueshme, pasi nuk mund t'i shkulë rrënjët e armiqësisë nga zemrat e njeriut. Është më se e domosdoshme që për shkuljen e rrënjëve të këtyre papastërtive, mposhtja e zemërimit të jetë shoqëruar me një hap tjetër që është falja e njerëzve. Për këtë, si mposhtja, ashtu edhe falja, përmenden njëra pas tjetrës në ajet. Të devotshmit janë bamirës, Allahu i do bamirësit. Kjo tregon për një shkallë më të lartë se falja. Me këtë, të devotshmit arrin një shkallë më të lartë të përsosmërisë shpirtërore. Ky zinxhir i përsosmërisë nuk është i mjaftueshëm për t'i bërë ballë së keqes vetëm me mposhtjen e zemërimit. Përsëri, nuk është e mjaftueshme që vetëm të falësh dhe të tolerosh ndaj atij që të ka bërë keq, duke shlyer dhe duke pastruar në këtë mënyrë shenjat e armiqësisë, por duhet të shkulen një herë për gjithmonë rrënjët e armiqësisë nga zemra, duke qenë bamirës ndaj tij. Me anë të saj, sfidohet dashuria dhe respekti i armikut dhe ndalohet të bërit keq atij në të ardhmen. Me të vërtetë, ata nuk rrinë vazhdimisht duke bërë mëkate, por ata që kur bëjnë vepra të turpshme ose i bëjnë dëm vetes, e kujtojnë Allahun, i kërkojnë falje për gjunahet e tyre. Ajeti në fjalë tregon për një prej cilësive të devotshmëve.
në shtesë të përmendjes së cilësive pozitive, kur bëjnë ndonjë mëkat, e kujtojnë Allahun, i kërkojnë falje për gjunahet e tyre, e kush i fal gjunahet përveç Allahut, dhe nuk ngulmojnë me vetëdije në gabimet që kanë bërë. Nga ky ajet, kuptojmë se njeriu që përmend Allahun nuk bën mëkat. Kur bën mëkat, prej harresës apo pavëmendshmërisë, nuk qëndron gjatë në këtë harresë, por menjëherë kujton Allahun dhe mundohet me gjithë forcat ta përmirësojë gjendjen e tij. Me të vërtetë, të devotshmit kanë ndjenja të thella dhe e dinë se nuk kanë mbështetës tjetër përveç Allahut të lartësuar dhe kërkojnë prej tij falje të mëkateve. Këto janë cilësitë më të dukshme dhe më madhështore të devotshmëve në sjelljet dhe veprat e tyre, të cilat i përmendën ajetet e mësipërme. Tani erdhi radha që Kurani i shenjtë të përmend shpërblimin dhe mirësitë e merituara që i përket këtij grupi njerëzish. E këto janë prej Allahut të lartësuar që thotë: pra për këta do të ketë si shpërblim falje madhështore të gjunaheve nga ana e Zotit të tyre dhe kopshte nëpër të cilët rrjedhin lumej dhe ku do të qëndrojnë për herë. Ky ajet tregon shpërblimin e të devotshmëve, cilësitë e të cilëve u shprehen në ajetet e mëparshme. Ky shpërblim shprehet me faljen e mëkateve nga ana e Allahut dhe dhurimin e xhenetit ku burojnë lumenj pa ndërprerje. Në të vërtetë, së pari, këtu tregohet për dhuratat dhe dhuntit shpirtërore, falja e mëkateve, pastrimi shpirtëror dhe përsosmëria e moralit dhe e ndjenjave të brendshme, pastaj për dhuntit materiale. Devotshmëria, që është thelbi i mësimeve të profetëve dhe të mirëve, është një e vërtet më e thellë se sa thjesht shmangja e jashtme nga mëkatet. Kjo cilësi e shpirtit është një mburoj nga rreziqet e kësaj bote dhe të ahiretit, çelësi i hapjes së vështirësive, burimi i urtësisë dhe i njohjes, si dhe matësi përfundimtar i dinjitetit të njerëzit para krijuesit të tij. Rruga për ta fituar atë kërkon vigjilencë të vazhdueshme, vetë kontroll dhe vetë gjykim, si dhe përkushtim ndaj Kuranit. Vërtet, devotshmëria është rezerva më e mirë për udhëtimin drejt Zotit.